veç që i du martu ti, me bloku autostradën me kjera, pa move mësë ja ka një nonën. Jo po më bëni nervozën, po du të me hongë ramël, jo mi. Nga, ti tu martu, qaj do të me kon gëzimi ët? Pse duhet gëzimi ët mu bon pengesë për neve tjerë? Jam të fol për një sen shumë specifik. Ka dorsëm, dolin kryshit në autostradë, ka shkujnë, nëse ka kthejen, mi kop 2 trokat e me bloku autostradën shpejtësi të vogël. Nuk është bë autostrada e jutja, ose e juve janë këtë rast, e na tjerë na apo dolla shka jena Allah. E dhon beja martu, si ja kum zon be rrugën kërkujt. Edhe një shumë njerëz që janë martu se kanë zon rrugën kërkujt. Shka be men kjo? Çka kjo punë? Pikë të verës me zonë autostradën. Qysh i thuti kamermonit delin që zona se na të bloku autostradën. Qa bëhet ky? S'po ma rrug mu çfar benefiti ki ti pësaj pune? Çka ndodh? Çka on bak ma shumë? Kujna po do me t'i kallzu ti që i të thy ligjin. Është një problem të na shqiptar. Montër këta i raton I hen i thua ti zotnis fal, po ta prishi pak që të garë. Çdo gëzimi joni do të me kon pengesë ti tërkojna, ose do të me gjumë allti, ose do të me shlaj film me kerr, tash jo më areja me bloku autostradë. Kërkon s'dodh kjo mbotë. Po çe nesër dikush vjen 130 a 40 për masetat më shal. Kush ka faq këtë? Ti që ke desh me bos filota na për autostradë, ai që u kon di gropun vetveta. S'u bëni bajota njerëz, veç me prish. Ça ditë gëzimi te ki këtu me prish. Respekt për martesën tonë, nuk kam kurrë kundër njerëzve marto tranoza për mua. Amo jo, më pengu tjerëve. Bye.